Ora 8:31 minuta e 58 sekunda. Gati 8:32 para me ndojeni. Mirë, shikus doshtën, erdhëm edhe të pjesa e fundit e emisionit tonë. Tash në vend qoshës debatit e kemi qoshën e gazetarëve të herët. Që sheni? Mirë, jemi kejkë, faleminderit shumë. Që ka dalë? Me nëzë, po erdhëm. Po be, pas mujti me ardhë se i shelmu, po mduket në iftar, kishte të vjela, edhe sigurisht tash as mundet me agjeru, edhe këtu, qëtash ka kemi pakic agjerusit? Po, pakic. 50-50. 50-50. Po qëlloj, dhe më thonë, po më vjen keq me pi ujë. Dhe më thonë, sot më ka ardhë keq me pi ujë, se dhe mësafirën e po të agjerushëm, ty mësafirët kanë agjerushëm, që halo se kom qelë shishët. Jo, lire shishë më stani. A bon, asë të pengon, ha? Ja. Edhe një. Që shkallove në Shkup një me? Te për mirë, shumë mirë, na knaq, na kanë pritë shumë mirë, na kanë edhe me Driasën, edhe me ekip, me fejgjën, me ndritin, këtë ekipa, amo te për mirë na kanë pritë. Po më duke që atmosfera atje Ramazanit pak, ma theksune, ma këndshme, po. Edhe vetë personazhet që i pata me thanë që për dalim me Kosovën, atje shumë ma shumë thirën, iftarët i prisin ma shumë nështë edhe veçarëshia Shkupit e pa ndjesin që shumë ma shumë iftara po i hangshin jashtë, abdin, po edhe thirën ma shumë me zvete. Ta është Kosovë pak u rallu që ke punet thërmës. Jo, vjen a thirën, njës na thirën, s'po thirën. Në e më pret njerë me thomë kush për na thirë, tani me volistën kënë me thirë. Mirë e marrë të idealin së më ka thirë, në këtë trojës shqiptare kështu ndatë me zona, për shamull dhe ki pjesën e zonës të Kosovës, e rafshit Kosovës që në gjinohet ma shumë, agjerohet ma shumë, a thush me ninu a me gjinu? Me ninu, sa. Me ninu më Ferizaj thonë. Edhe na. Me ninu? Po. Edhe që na, me ninu. A mon gjinu më pëlqen ma shumë e thonë, kështët po së ne tha, me na mësum me ninu. Di, në Gjakova thonë me gjinu a me ninu, Albanikos? Ma agjeru. Tha në Gjakovës një në kësh. Mirë shumë. Jo, ka ndru. Pe i thonë me gjinu, po pjesa përëndimore e Kosovës, dhe më thonë, Peja dhe Gjakova në gjinujnë ma pak, edhe Deqani. Po, kishë ndru si vjetë, në fakt, me një iftar që kesh në Gjakov, imami një prej gjamive atjeta që ko gja shumë këtë vetë ka ndru pak. Me vetë o gjënë që ashtu thëtë gjathë. Po, dhe po tha që të vetë... Edhe për Suarek, thëtë? Edhe na i konë panëshëm, edhe në Suarek nuk... Jo, s'ke ideja e kësaj. Suarek është një pakicë, të më thonë që... Po më do këtë që dhe Suarek kove të fundit, nështë ta viteve të fundit, jo që të Ramazan, po rinia ja ka njës pak. Të nërë pej rafshit Dugagjinit, të më thonë veç Prizreni kanë gjinu ma shumë, të më thonë qytetet tjera jo. Edhe tash mbetet që ashtu parafërsisht, të më thonë rafshi Kosovës janë ma... Dam. Për shambull, jo si në Prishtinë. Ti të na me shku kafeve ditën kafeve, më nësh ki plot njerës që i pinë kafe. Për shambull, në Prishtinë ka plot kafe, janë mbyllë krejt. Edhe Prishtina ndatë me zona, të më thonë është kjo pjesa e Prishtinës që është prej qendrës e ka Gjamia e Lopit, që anej mas brast është, kjo pjesa e banesave, kjo pjesa e rritë. Po ka plot lokale që janë mbyllë krejt deri për iftar. A mos sepse është shumë interesant se na kemë edhe me Driasën Kumanova, bëtën patëm për një histori, diqka dhe qita një video thash ku s'pas s'ka ka kërkush i gjallë këto, edhe mu vlonën komentet me një video në TikTok, dhe më thonë, qka po menon, kjo në Ramazan, qysh po dënë, pse kini në Ramazan, ideja është edhe njerës në Ramazan punu, një në gjallë, dojnë. Po të jeta vazhdo. Dhe më thonë, pa tjetër mi ta kun kofës, si dikon, po dhe më thonë e kanë këtë sistemin, do vene që me pa tjetër, kur është Ramazan, kanë me nejtë që edhe në Kaçanek, shumica që i kam edhe dojt aty, shumica lokaleve gati mbylli janë një periud ditës, dhe më thonë se me një shumit se madhe është agjerojnë edhe kanë si rejtë. Da shërën, klientat, nëse lokalit kanë shumë klientat që agjerojnë, nuk javlin me pagu qira, me pagu punëtor, edhe me punu në vërtet kur hen një njeri gjatë të ditës. Po, pjesa e qëto ditë në vërtet shumë shpesh po është si e djelë, si dhe mësë... Qa e komentet? Ej, dëmë të... Ramazan kena këto i ti... Kumanovas, ku jenë... Ku ju kena, more? Ku kena, more, pas ke pyti, edhe të ka thonë Ramazan... Latë më kanë shku, të më thonë nuk di shka i gjatë, dhe me thonë. Po njës qa s'ka... Ramazan e ndalu me medalj. Kë person,
hem me Ramazan, hem të shanë. Do më thonë, kjo kokataman muslimani Person mas pari s'ka guxim mas me të sha me emrin e vetë? Po, me emër të rajshëm. Ty mirë që po të lojnë mrena e me të pagu që për mëra nej. Do më thonë, Elina, po bajati si e sytë më dhamin kur po mdelti, dhe ku po e keqe. Edhe e keqe edhe bajatshme, o zotë më edhe ma e furta, më së më shtë në gjënojnë, thash zotit falë, që mi thonë. Edhe ma interesant që më vjenë shumë që di, ka plët komentet i lojnë, do më thonë qëtët edhe vishë kur të pash 200-300 lojka ja bojnë, do më thonë 200-300 tirë që kanë pritu. Ti o deshtë në vetë, do më thonë qasë shumë i pa ka prej këta, me thonë po, ekstrem, unë vëqë ku ju kam, se për një me desha me po qatë pjesën ku ka shqiptar, do më thonë edhe, adin mu nalë, mi full, apë dhe nëse na i sen me këshyrë për storje, edhe veç normal, ke ju na i sen, po vetë ideja që ju kena shku në Ramazan, edhe thasha po nëne mër juve, kush ju man juve në koment, adin i njësa me repliku me ta, po t'isht ideja është nuk di qka i preke. I po me punuti në Ramazan. Nicin vedin që kem në debatin e ma hershëm që edhe nuk je kanë, unë vish kalzova një rast në Shqipni që ti ishtë në gjdo dhe ka potencu që është rast personal i jami. Gjdo veç që shkona, kena që me blini gumë tujit kështët, thash na vjedhe, në gjithë nga ka ndodhë që kësan, unë në bona përqarsja e Kosovës dhe Shqipërisë. Do më thonë me thonë një, zdi, 200-300 Erdo, në mes, Kosova, Shqipëria, të përqa. U shota një herë. Moj lapa, kështë bu foli moj zhullë që shkën dreqi. Shkën në Greqi? Që dhe 2 vite shkoj kërësëm ka ndodhë mjerë kjo, pika. Ekstrem, do më tonë, kretë komentet, një 200-300 komente, vë që hina me i ledzu, pse ka shumë, për çka që pas na folë, do me thonë, edhe tishtë është menim personal. Është interesante, unë e kom këshur një ditë, kom hi koqa shumë komente, mi këshur të njerëzve, se i poshë edhe do tiktokera dhe do njerëz në YouTube që folin për komente që i bojnë ndaj femnave. Është interesante që kur i këshur komentet që i bojnë ndaj burave, mashkëve që folin në debate, e këshur shabile edhe në ditën e zgjedhjeve, se edhe shapej debatit në debat, komentet në YouTube të femnat gjithmonë ishin personale, ishin nduke, ishin njërë të folunit, edhe derisa komentet ndaj burave ishin në ato që e folshin. Të më dhënë, të femnat gjithmonë komentet janë konë në duke, në i problem të folën, ose komente shumë fyse, të mashkë gjitha shkon për rrëth temës. Do më thënë, këtu s'ka të bëjmë... Që kraj, do më thënë, ftyre qelbër, rajtë majmon, shumica ma komentoj noflën, do më thënë, është e pa mundër, mësë më ka një 50 komente për noflën. Kitë okej, nëse komentojnë, nëse replikan për diçka profesionale dhe që ato që e këmë thonë, mujna me që profesionale se jena në media, edhe muj me repliku, edhe nëse është menimi vetë, ama tani po kalojnë personale, po kalojnë shumë personale edhe në gjykem apo në komentim të dukes që ati personi që në fakt përbjen që nuk i ka dik që ka kom folë, po i dik që shpo dukna ose që one jam. Dhe më thënë janë kritë shumë ta qëto komente që dhe japin. Edhe nëse e shesh shumica, janë kritë me profile fake. Më stëm me profile trajshme. Trajshme, po. Kështë të aman... Ta shë kenis me përdor anglisht. Adë në anglisht nëse. Ka avancu prej kursit. Kurse me juve, së më mojtë ashtë të pëm përzije në fjallë. Në gjdo i dyte. Kam bo shumë Spanja. Qështë ndikojnë këto komente, qështë kanë ndiku në fillim edhe qështë i kja ritmi të i kalu? Qështë komente? E pëse po që ditë? Bele tash është bodhe... Aspe ashe nofën si të qenë. Qenë ta. Ka shumë, këtu janë ma të pakta që i kom zhjetë, se janë ka dhe shumë atrona. Po zbën muqita të është edhe opcioni që janë po filtrohen, falë. Flirtohen, komentet. Po filtrohen, po një qesa dhe që ato se janë shumë atrona. Qëto, fillim pak, më kanë pengu jo shumë, po në është ta prise ma i men vetën të mbi qësh kom nisë me mësu vetën që më stanin për kur gja, bano pa komplekse edhe kom punu shumë e vetën. Më kanë dish ko gja vjetë me punu me vetën edhe më s'mu mani. Në është ta në abë njerës që me pa komplekse e na ma të prirër për mu komentu, nuk e di. Edhe vetë në emision jena natria, shpesh mira unë të nuk e di pse e ki natyren, që ashtu që ty të komentojnë ma shumë, edhe hitë se kam problem. Amo bash hetë, që bili ka njerë hi shpesh jaftë. Je ma e përdalë të po gjetë. Së të komentojnë ma shumë. Na me rezerva. Së po të këshirsha, gjam jo bobre të këshirsha. E për miron të ndryos në se di. Që kenim këtë pjesë. Ndryos, që të kanë ndiku të i komentet, për shamu, kur t'i bojnë eventualisht në ndonjë postem, ndonjë storje, ose diçka në të vënish?
Në fakt, unë më video në TikTok tami nuk është që postoj shumë edhe këtë hapësirën publike e kam të kufizume. Do më thonë, veç që ka muj me vrejt e të vënishe, më profil, do më thonë, ku me ditë qysh me dojtë, pa ka një që ta jap një koment krejt pa lidhje në ashta, që s'lidhet kur gjë me që ato, po veç me të kritiku diçka, është e pa mundur. Në fillim i ku morë tepër nga zemrës, nuk është që asë që tash nuk ndikojnë, se më ndikojnë tepër shumë, po ma shumë ndikojnë të familja, se e shetë do më thonë që po ndikojnë prej që asoj dhe e morën që një arsye. Tash, për shambull, në rrjetet sociale... Atë bojnë presion ka njerë me lonë punën në gazetarisë për shkak Jo, amo... Një ditë e kom gjithë vlonë tam të ushty me njeri në për komente. Për shkak se ata njerës që komentojnë zakonisht janë të mushat ma të shtyme. Unë e kuptoj këtë pjesën e mungesës të edukimit mediale dhe shpesherë dhe qaj është kërcnem që e bojnë. Ata kishet mushat ma shtyme me thojnë rinia shkaj poshtë e na jena kishe ma të kulturum. Të veqëm, amo gjuën që e përdorin e të regon të kondërten. Masa ne që kjo bën që me ndiku edhe ma shumë të këpjesa e familjes, para dë mujve, kesh me një fshat gjatë emisionit edhe ka te përftoft, unë e po ta joknin du me thonë deri në fund kome, veqizmet më dëkshin, edhe ftyra dhe komentet, adin që shkan që e kini qitë kitë modelje këtë, kështu du me thonë krejt të mblume, unë e kesh veç ftyra më dëke edhe që se komente mura, tash logarite me uvesh diçka ma ndryshe, që shë dhe përmende, e kam prirjen me të komentu dhe me të shoh pikrish veç për shkak në ashtar një buskuqe që e ke vënu ma shumë, ose në i veshje tjetër. Të që mu më dikën edhe para një jove në ashtar që shto diçka e pota një koment keq, edhe qa që adin më vike keq me ja këthy ato, sa jas me shkru nuk është që kish dit, qa qka që i kish pos drejtë shkrimin, kështu që i shkryva në privata dhe ja spjegova që video që ndohë në Facebook nuk mënet më shfaq krejt emisionit 35 minuta. Po 3 minuta dhe s'mënesh me marrë informimin e plot në 3 minuta, edhe tash logarita i ma beke, po nuk po mëj me gjetë komentin ku e kum jap. Ku me pritën e për ati, për shambull që është i vedishëm sa lëndën dikën me qatë gjuhën që e përdur. Për që ata ndikojnë për s'ki, nuk është zgjidhje. Unë nuk është që i kom ledzu shumë, dhe më dhënë, kërë kom pas video virale që i kam komentu, i kom ledzu disa, sa i ledzën, dhe më dhënë, të apshtinin pak barkun, po kalon ajo me njëherë, se din që nuk është kur gjo personale, ata ma shumë e kanë me vetën, që i thojnë kush e shanë vetën, dhe, po, si ka shtina herë me mendu, a me lonë këtë profesionat diqka, a Mirand? Jo, s'ka pas shanca. Mu më kanë tonë duka gjenë, realisht në fillimet kër i kena pas, jemi kanë emision të mëngjesit bashk, edhe mërgata kur vinë, jena më kanë në vërmisën se s'ka bëjnë kufi këto, pytjet që shi bëjnë a lidhje direkte. Edhe u kanë tepër në zetë, korek ose gosht, ashtë së më kujtohet sakt. Ju më kanë me një fustan kështu me toja, së s'po di që shitani dizë ka në edhe i gjatë fustani deri në fund konve, edhe dëmë thonë përkundër që u këqyrë shumë lidhja direkte që patë mërgjimtar që erdhen, që e tregun sfidat që i kanë kalu gjatë të thimeve si gjdo herë, komentet e shqiptarëve kanë që apo qënë si gazetare direkt prej diskotekës në... Apo, do më thënë komente në veshë. Edhe po. Dhe më thonë, unë e kuptojmë që në institucione, në lajme, na nuk mundemi me dalë që ashtu, po është emisioni mëngjesit. Nuk ka një kod që është do të me dalë, edhe nuk është që ka qenë diçka tepër e hapër, se unë vetë nuk isha dalë në qatë gjendje. Dhe vesh ku me dit, aj persona duhet me dit, dhe më thonë mësë mi marë personale, se aj person a për laumen a i kënë të shpia, a është vonë me pagu këstin e kredis. Hinë shoj njerës tani, ja? A i shon njerës, da për kuptan, masi nuk u dënohet, a i shon njerës. Unë menoj që duhet me egzistu një dënim për krejt qëta. Në mos di, unë ka njerë hivi që nëse du për një me mu disponu, se nështë ta do këtë shumë absurde, ti për më kishët me komente, zdi ku i gjenë këto fjole. Unë e nervozona shumë për shumë me komente të erdonitës, unë gjithi thëmë, mu më vjen kështu instinktivisht me him javë këthy krejtve. Së do mos kur vështë fjalla për punë... Kur me punu të të një? Shikus të regull që e kena ki ka një është ta groni, dhe tha, po e qes në video në është ta spëngan, tha, po pinali komente, tha, shumë më sinale, dhe bashkë po më interesan, e ke pikrish kje puna e Shqipnis. Edhe mas 2 dite tha më falë, tha, e hi ka video, tha se, s'mu besoj ke qatë shumë komente, të këqia, ekstrem të përna dhe kërcnuse, unë shpesh që kom dalë me bo voksa, vish kom nga bo mësum dilë për para se mu i më të shkel me kërë. Na muna me zonë hajgare, po ka qëto komente dikush i merë është aman kërcnem, abden. Mësum dilë se mu i më të shkel me kërë, mësum dilë se ka më të pushkatu, abden janë
fjallë edhe te për trona, po asë një moment për një me nuk e ku menu për me, ose me e lanë. Se merë kështu pak ma seriozisht edhe dikon prej shtyne me denoncu? A ke menu në erë? Shumica janë fake edhe është pak... Po e gjenë, Po mas që që më është me e gjetë dhe qysh profilin e që ati përse? Jo, se ku menu heq. Nashta për një me, s'ko marri din që atë pikë mi marë seriozisht. Edhe vetë ideja që shkon gjysë milion edhe janë të të këqyrë, të ishte ta të këqyrin, këta për një me, dojnë më të këqyrë, po prap dojnë më konsina. Nësë po thamë që ta, këtë në regull, po nëse kalon në kërsnim, unë mendoj që duesh me vepru diqka. Po, Po, të kërstimi gjithësysh. Kemi gazetarë që dhe i kanë plagos në vend punës. Shu që së di me arë dikush, ose do bërë që të punës, ose diqka. Po, në patë ndodhë, të më thonë, sa kanë qenë në klanë Kosovë, patë ndodhë që e patën plagos, të më thonë, me thikë, Milot Hasimin atëherë. Po, ka, do më thonë, nëse është kërcënim, normalisht që mundet më lajmëru në polici dhe gjindet ai person, do më thonë, nuk është vështirë edhe prej profilit. Pse gjithë njerës të shëmtun kanë vetë besem? Pse gjithë njerës të shëmtun kanë vetë besem? Me abo këtu urime për vetë besimin, Shumë valë vetën. Jo, veç për një me ndjek në ashta se ka plot gazetar, po edhe heq gazetar ka dhe shumë njerë. A kemi pas edhe rast në gazetarit që e kalon, do më thonë, edhe punën masi ka pas shumë komente. Ose dhe shëqënia jamja që më kanë thonë, okej, po du me dalë në video dhe kur i kanë po tani mas në i komentet, pash zotin heke se po du mu tranu, po du mi mshirë rritë sociale edhe dhem që kisan se ka plot gjdo i dyti i treti, ta shpishom edhe rini edhe adoleshenta edhe në ashta mu nuk po ta ndikon shumë, edhe në edhe është bo një sistem të i për i shprej. Nuk është ke ideja që ajte mshilëm TikTok-un, se ju në TikTok për dhe një jetë reale, kena njerës që nështë para syve të livdon ma syve, nështë i menon që të komente. Qëka ta mërmendja që të kanë një mund një tonë mësë me të niku komentet, a ki pas gjatë, do më thonë, jetës tonë gjatë rritjes, a ki pas ma shumë përkraje për familjes, a ka pas edhe, për shamë, unë e jam rritë në një kulturë të bullizuse. Edhe, po, se me në mahal, me krejt ma i vogli, jam konë në shkollë bullizuse, në shpe bullizuse, bile babi ka qenë qaj që ne ka qitë emrat bullizuse. Edhe pse na ka menu që i bohë matë fort që ashtu. Po që ajo në vërtet nuk të bënë matë fort, po që ajo të bënë edhe matë ndishëm komente. Te ja ki pas të kondërtën, po mena me ty masi ty s'potanin. Se neve nanin, neve treve, për komente. Shëqni edhe në familjen edhe rrithin ma gjonë, gjatë unë edhe tash komentona pri familjes shëqnis. Gjatë konsiderona ma e trenta e familjes, gjatë konsiderona shpesh ma bojnë, ty stanin për kur gjo, na lopak, ty s'ko më të marrë kërkosh, ty s'ki më marrë të kërë. Edhe një kom qëto komentet përdeqme, po vetëbesimin edhe që të kurajen për mësë më mani, për kur gjo e ko marrë prej familjes të ngusht, zdo mësë prej babës tam, gjatë ma nga ba më stanin, për kur gjo edhe në shkollë edhe në rrugë, baqa dush edhe në mramet maturës, hëm të avolinë këca mëse ki dërë. Kejtë qështë të një shratë edhe që të vetëbesimin edhe që të natyren që onë e kam krejt prej familjes tam të ngusht edhe nuk ma ka një korë. Ma mund mendja, nuk e kom ditë për së po ma mund mendja, se unë që e kom pas të kundërtën, unë e kom pas të kundërtën, më ka vytë këgja ko për me dalë në televizion, për shamull, mësë muni kes, mësë me menu që shpo më këshyrë dikosh, apo gabaj, apo gabaj, po kore ki spaku njonin prind me përkraje shumë të madhe, edhe që të ti, dhe më thonë, je super, pa më pasy që ka thonë njerës tjerë, të një e ki një farë vetë besimi shtes që të një edhe të një manë shumë, në tash të kam problem, ku me di që ka me u ba, bashkë që nuk ma një, dhe më thonë. Dhe nga të rëthume dhe prej rejtin, për gjithësi pak ma ndryshe më ka, nëse një diçka me vesh ma ndryshe, mi njerë ki mu komentu. Se në halon nuk e kena jati din. Qa është kjo punë të lidhë? Qa është të lidhë se kështu? Lidhë se ngoj. Patika duhet lidhë sa. Unë edhe sa ndodhët që i mati verës ndryshe, një gjelbërt, një të portokat, nuk e ki din, vish një kamer të fsheft me e ba, edhe mi po reagimet të njerëzve, vish të t'i shakon menën e të në që kanë të menu. Alo se kanë ati din me po një njëri ma ndryshe. Mu më kujtot qëfar shoku kom pas, si kër e kom pa për herë të parë Violeta Regjepagishin, kër e kom pa me një këpuc të kuqe dhe një të verdh, në vitin ta është se di sakë sa o konë, për nështë ta vitit 84. Në atë ko? 84-83. Në atë ko, gratë janë komentu, gratë që i kanë ly flëkt, janë qujtë me njëherë me emrin, gjithë i kanë qujtë Shkina, me njëherë, kush i ka ly flëkt, të më thonë ka pas shumë pak shqiptare që i kanë ly flëkt. Pastaj ka pas gratë që
nuk kanë mujtë me vesh pantolona. Edhe pse kjo ka ndodhur edhe në Francë, do më thonë, dej vonë nuk janë leju mu vesh në mënyrë caktume. Tani me cigare, as cigaren e kam Cigaren cigaren në dashtë më shef, s'kanë mujtë me pi para burit, e kështu, okej, cigaren mirë mos me pi, po jo për çat arsye. Kjo ekziston hala, kështu që... Hala ekziston? Qëshjo, që cigaren nuk e pinë para burit vetë, ose nuk e din heq burri vetë që e pinë cigaren. Ose më kanë me një ambient pak ma të hapën, burri ka drejt me pi cigaren, kështë të femna, ose rrugës të icë. Ose para vjerive, shumica e grave që e pinë, para vjerive nuk e pinë. Kam shumë familjarë që nuk e pinë. Hala është që kjo sistemi. Bile mu për më pengon që kjo sistemi që me ndje hapër edhe... Të gjeneratat ma të vjetra. Jo, ka dhe të gjeneratat e reja. Unë e një dhe të gjeneratat e reja. Hala nuk janë me ndje hapër gjeneratat e reja, për më pengon që kjo sistem, do më thonë. Mund shumica që komentona për stel, për veshje, janë krit për generatat të reja. Qëto komente që i bojnë, nuk i bojnë të për generatat e vjetra. Dhe më hala nuk janë... Do më thonë që hala një qift i ri, do më thonë mëshatare me juve, mundet femna mës me pi cigaren para burit. Hala është që do më thonë do të ma shpesh femna, se ka njerë dhe buri e më shef prej, nëse femna, nëse do më thonë gruja se pin, buri mundet me më shef në herë që se i premtan që s'ka me pi mo dhe e pin cigaren. Po, kur e pin njoni, e tjetëri mos me guzu me pi para tjetëri. Po, një plët nuse që janë, do më thonë, jo se po më shevjera, jo se po më shevjeri. 2025, në tu. Që dhe në shekull edhe halo egziston që këtë sistem. Pra më në farë probleme kena tila për një problem të vogël, se li e ma më na mirë kuptu përsa në matë mdoja, mës me po si komente. Kena shumë punë. Mami jem nuk e ka vez, të më thonë din të të satën, para se njeri pa thonë babi që se ka pi, që se pin mu, as di qka që shto, të një se ka vez e dit që e ka vez, po kjo punë ka qenë para, të më thonë 40 vjetëve. 38-9, qështu. Hala dhe tash është këtë sistem. Hala vatin hunë më ta po thujnë e dalë të fare, të në shumë sa në tjera. Po, pej, kur shka isha të dhejtat me pantollat shkyme, të më thonë që i shkyshim me qëllim, se nga përqeshin qashtu e zonë të gardheja. A thëshin, a për dënë të pare mi ble të pantollat? Edhe kjo egziston hala. Po. Ose jerëzu, ose avdin që si do... Gjyshi jam, hajde ti kepi. E këto komente isha edhe rrugës, që të ecë, pa të komentu për dishka është të pa mundur. Apo? A në shpeshta komentet? I thy standartet në shëqnin tonë është këgja barrierë se... Jo, këto punë shkojnë kadale, dhe më thonë, nuk mundën me shku shpejt. Pa e ndodhë dhe herë, dhe më thonë, në rrugë se na e shojmë shumë shpesh dhe statistika që Kosova ndihet si vend relativisht i sigurt me ecë, për shamull natën, 3-4 natës, dhe më thonë, përveç qenve, dikush qitutët pe qenve, andini ju sigurta, për shamull, me shku në një, për shamull, me dalë në ora 3 mas mesnate, me ecë një, për shamull, 500 metrës ose 1 kilometrës, diku vetë. Jo. Së më ka ndodhë në i herë, po besoj që isha një shumë Mu më ka ndodhë, abili tash ka ndru pak, në Ferizajs të mas, shumë herë rastë jam kanë edhe të iri të e thirë policinë, ose kom thirë vlonë të, ose jam pasin telefon, prej qytetit, ka pas rastë një 2-3 rastë që më kanë për cilë dhe në shpe. Kanë për cilë dhe në shpe, ja? Nalo, a i sistemi që është. Nalo, lidhe patikat. Jo, për më në i halo s'ka ndru që kësan. One nalo, mati patikat, nalo e bro pa meje. Ba nuk kështë telefon për cjallë, falë, tu afroj, këta ma nuk këta ishe. A ki marrë registrën në lajmërum polici ose dishka e jo? Jo, dirë goti të mri të shpia, mo vi që kumë këthy, po e thiri policinë edhe vi që ka ikë, do me thonë, edhe ti për të merë. Një 2-3 rastë që të më ka ndodhë. U hek pak që kjo amo është hala, do me thonë nuk një ishe sigur, tonë për veti nuk ishë. Edhe të drias nuk të thajë që nuk një ishe sigur. Jo, me dalën ka me natën, nuk nina, për shambull unë kom punu mas dite, kom pas orarin me një medium tjetër, edhe më karo më këthy njët natës në shpe, me vetur se kom pas për atë problem, ama në ma ndryshë është në kam besoj që kësha gudzuna i herë me dalë, edhe pëse bili që në një vogël, po dhe ku dënë Kosovë se ka njerëz, edhe me pas që është nashta pa probleme me ndorë ose diqka, ka që të ngacmojnë edhe është rëzit. Ngacmojnë se ndodhë shpesh, mundën me bo shpesh edhe nuk kanë kur farë loj dënimi. Do më thonë s'kanë loj ndëshkimi, kur s'kanë ndëshkim, atër ndodhë shpesh. Edhe pse na mburemi gjithmonë, tojmi, e kemi vendin shumë sigurt, nuk ka qas shumë krem, s'ka qas shumë vjedhje, që shka në për botë, në për Evropë. Se i krasu numrin e banorëve edhe ma ki që atë bojnë ty, të bojnë të lojtë, jo, në një detë midis qytetit, ju kumë këthy njanit me qantë.
Edhe taman jam konë kështot, hejtë komentet. Po ekstra mu afru si deshte më mprej, kap dena ashtu, te për gjest palide mi disditës, e si që kom këthyja dena ashtu, që kërë një ta dëgra pas kaluj qika. Do më thonë, ideja mu, unë e gjithë të shumë mbroj që atë, edhe apet të shoj, tam në atë mënyrë, nuk para gjykova, se sa i tipi që deshte me bo qatë gjaz, do më thonë, edhe mund menej që halojnë atë pasikur. Dhe kështu në rrugë për shumë që të ngacmojnë. Gjithmonë është një koment, hajtë se që vete ka lypë, që ka vesh, ose kom dëgju që raste edhe dhunimeve, ka pas komente tila që me siguri u konë desh në i sen edhe e ka lypë. Unë muj me dole dhe desh komplet, për ty s'ta jep drejtë me Unë e përdori në shambull këtu shumë të mirë, kur i komentojnë për veshje, dikon për shambull që e ka ngacmu dikush, jo se faj o koni asaj që ka vesh, është si me thonë me kalu ka një shqitore, edhe mi kap senet për vitrinës, edhe po vëlla unë jo mund të i ki qitë ushimin në vitrinë, edhe unë pe kapit dhe më thonë unë s'kom faj që i kom vjedhë që ato. Sistemi në rrugë ma budalski që më do këtë kësha së gjëru me hek që ta, nalë në rrugë më falë, adin ku është që kjo restoranti bre, edhe që kanë asë 2 minuta të imunush, të ja spjegu, a me ma jetë numërin, du më thonë, zdim, do këtë seni ma palije. Edi, po aji nuk është, une që ato nuk e shosin nga smen. Po ja ofroni, ju nga smen, po është në në qmen bre, po dhe, pedi, jo, vesh me të pyt dikush, a ma të regon një restorant dikush që është edhe me të thonë, a ma jep numërin, të regon me njëherë, do më thonë, qëlimet që i ka, edhe është, do më thonë, e lyp numërin, të i thush jo. Të më thonë që po në është opcioni po dhe jo. Po është në shumë palide dhe qysh. Po mirë doj numërin, se zane të mënu të ullot. Jo, vesh po dhe mos mishti në kategorinë, dikon që për cilë me kërë, që të frikësanë. Që kësha thot me hek edhe që sistem, se shumë Zakonisht që të ndodhin kur është veç vatë, kur është ardënitën, se me po bashkë me mu, nuk është që është fo që atë interesem. Mu më ka ndodhën raste për shembull, më kanë të prit vetë në stacion në bileqë edhe ka nalë kërën edhe nuk u largëj këtë tipi, deri sa i thasht të njëzaj edhe qasë në media, që kjo në ashtë një benefit që e kena për gazetaris, edhe po gazetaris qytetare kryesisht, që mund është për shembull shumë shpejt me bo një publik një rast, edhe më marë në ashtë vëmendje ma shumë qaj rast, më kundështu ma shumë se sa zakonisht. Ama kur të shojnë vetë mas shumë të është ka, është ashtë logarit e ditën, limonatën, është problem. Se në shqiptarët hala jetojnë, a për që... Qëre, bashkët nuk i afronë femna vëkryën ma shumë, se tutë nëse i afronë njonës, nëse pahiri tjetra gjelezën këta, që ajo tjetra ja nismi për titë. Aje normal ti që shpja ljupë numërin telefonit e s'diqka se gjelezën që si u ka afru asaj. Që ashtu më menaj. Po mu afru për me lypë numërin e telefonit, abden është okej, abden, ose me lypë numërin e telefonit, ose me pyjtë që ki emrin, ajo është okej. Njërë qytetare gjithmonë. Njërë qytetare, që të më folë, jo si nga smim. Ta shërdëm drejtë fundit të emision. Po, 8:59 është. Shpejt. Po ta mëndesa ti bojna falenderimet. Faleminderit Ujë Rrugove, faleminderit Telkos, faleminderit Natyra Terapi. Edhe? Rolin e Erzës për më. Po, thiri në 045-956-000, se keka nuk mundën me majt numrin kërmen, nështë ashtu e she. E mojë. Kash për sot, nash jemi prap të hanën Edhe 7-0-0. Knaqëni, sa do një komentoni. Se ka problem. Personalni. Erdonita se ka problem. Neve më sa ku mos më komentoni. Vesh më si ju afroni me vetë në erë kosh, në erë restoran edhe të një